Urime të përzemërta me rastin e festës së Pashkëve pritën Kisha e Shëngjirgjit dhe Shën e Premte, si dhe Kisha e Shenjtëve Pali dhe Pjetri nga Ministri i Financave Petrit Malaj, Kryetaria e Bashkisë Eriselta Sefa, kandidat për deputet, përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, si dhe besimtar të shumt. Ministri Malaj uroi besimtarët e krishterë për Pashkët dhe i quajti këtë ditë si fitoren e shpresës mbi dëshpërimin. Ngjallja e Krishtit simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen, simbolizon fitoren e dashurisë mbi frikën dhe urrëtitjen, simbolizon fitoren e shpresës mbi dëshpërimin. I uroj të gjithë besimtarëve të krishterë që në këto Pashkë të kenë sa më shumë gëzime, sa më shumë paqe, sa më shumë shpresa në jetët dhe familjet e tyre. Gëzuar Pashkët. Kryetaria Sefa uroi që drita e ringjalljes të mbush shpirtrat dhe vatrat e familjeve lushnjare. Nga Kisha e Shëngjirgjit këtu në Lushnjë, dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks, katolik dhe protestant të Lushnjës, por edhe të gjithë qytetarët, gëzuar Pashkët, drita e ringjalljes mbush zemrat dhe vatrat e familjeve të tyre. Sa më shumë bekime në familje, dashuri, mirësi, gëzuar.